Manifestimi Kërçova Fest 2026 i paralemruar prej muaj si një koncert që do të bashkonte artistët dhe publikun kërçovar, nuk arriti të përmbush pritshmëritë për sa i përket pjesëmarrjes së qytetarëve. Edhe pse në skem performuan mbi 25 artistë kërçovar dhe u prezantuan edhe 2 grupe valltarësh, numri të pranishmëve ishte dukshëm i vogël. Pamjet nga koncerti treguan një pjesëmarrje modeste të publikut, pavarësisht ftesave të hapura të organizatorëve. Pjesëmarrja e ulët ngre pikpyetje mbi organizimin dhe mënyrën e promovimit të këtij aktiviteti. Mbetet e paqartë nëse arsyeja lidhet me organizimin për zgjedhjen e konceptit apo me faktorë të tjerë që ndikuan në interesimin e qytetarëve. Ky organizim ngre edhe një pyetje më të gjerë: a zbehur fryma organizative dhe shoqërore apo kërçovarët treguan pjekuri të lartë dhe nuk mbështesin nisma apo organizime të grupacioneve të cilët ndikuan në përçarjen e kërçovarëve para një viti? Kjo duhet të shërbejë si një kamban alarmi, se nevojitet një shkundje e madhe, një riorganizim dhe një qasje e re në organizimin e aktiviteteve kulturore dhe shoqërore, në mënyrë që ato të rikthejnë besimin dhe interesimin e qytetarëve. Pavarësisht pjesëmarrjes së ulët, artistët kërçovar meritojnë respekt për angazhimin dhe kontributin e tyre në këtë koncert. Megjithatë, atmosfera e vakët dhe numri i vogël i pjesëmarrësve bën që edicioni i parë i Kërçova Fest 2026 të lërë hapur shumë pyetje për organizimet e ardhshme.